Shpëtoje prostatën me masturbim. 5 gabimet që meshkujt bëjnë. Prostata është një nga organet më të rëndësishme për shëndetin mashkullor, sidomos pas moshës 40-50 vjeç. Ajo ndikon në urinim, funksionin seksual dhe cilësinë e jetës në përgjithësi. Studimet të ndryshme tregojnë se aktiviteti seksual i rregullt, përfshirë masturbimin e shëndetshëm, mund të ndihmojnë në mirëmbajtjen e prostatës. Por problemi është se shumë meshkuj e bëjnë gabim, duke kthyer një zakon potencialisht të dobishëm në diçka që mund të shkaktojë shqetësime. Çfarë është prostata dhe nga vijnë problemet e saj? Prostata është një gjendër e vogël, por jashtëzakonisht e rëndësishme për shëndetin mashkullor. Ajo ka madhësinë e një are dhe ndodhet poshtë fshikëzës së urinës, përreth kanalit të urinës, uretrës. Funksioni kryesor i prostatës është prodhimi i një pjese të lëngut seminal, i cili ushen dhe mbron spermatozoidet. Përveç rolit seksual, prostata ndikon drejt për drejt edhe në urinim. Prandaj çdo problem me të reflektohet shpejt në cilësinë e jetës së mashkullit. Me kalimin e moshës, prostata tenton të zmadhohet natyrshëm. Kjo nuk është gjithmonë sëmundje, por kur zmadhimi shoqërohet me inflamacion, presion ose bllokim të uretrës, atëherë shfaqen problemet. Urinimi i shpeshtë, ndjesi djegjeje, vështirësi në zbrazje të plotë të fshikëzës, dhimbje në fund të barkut apo në zonën pelvike, si dhe ulje e dëshirës seksuale. Nga vijnë problemet e prostatës. Problemet e prostatës nuk vijnë nga një shkak i vetëm, por nga një kombinim faktorësh. Mosha, pas të 40 ave, rritet ndjeshëm rreziku i zmadhimit dhe inflamacionit. Stili i jetesës sedentare, qëndrimi i gjatë ulur ngadalson qarkullimin e gjakut në zonën pelvike. Mungesa e aktivitetit seksual. Prostata nuk zbrazet rregullisht, duke krijuar grumbullime të lëngut prostatik. Stresi kronik tensionon muskujt e pelvisit dhe përkeqëson simptomat. Ushqimi i pashëndetshëm, yndyrnat e këqija, alkooli dhe sheqeri rrisin inflamacionin. Infeksionet urinare, që shpesh kalojnë pa u trajtuar siç duhet. Zakonet e gabuara seksuale, përfshirë masturbimin e tepruar ose të tensionuar. Kuptimi i rolit të prostatës dhe shkaqeve të problemeve të saj është hapi i parë për ta mbrojtur atë. Vetëm duke ditur si funksionon dhe çfarë dëmton, një mashkull mund të marrë vendime të zgjuara për shëndetin e vet. Në vazhdim do të shpjegohet se si disa zakone të përditshme, përfshirë mënyra e gabuar e masturbimit, mund të ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e prostatës. Në këtë seri do të flasim hapur dhe qartë për 5 gabimet kryesore që meshkujt bëjnë gjatë masturbimit dhe si këto gabime mund të ndikojnë negativisht në prostatë. Pse lidhet masturbimi me shëndetin e prostatës? Prostata prodhon lëngun prostatik, i cili me kalimin e kohës mund të grumbullohet dhe të trashet nëse nuk ka zbrazje të rregullt. Zbrazja e herpashershme ndihmon në qarkullimin lokal të gjakut, ul tensionin në prostatë, zvoglon inflamacionin kronik, mund të reduktojë rrezikun e disa problemeve prostatike, por vetëm nëse bëhet në mënyrë të ekuilibruar dhe të shëndetshme. Gabimi e rënjë, frekuenca ekstreme, shumë shpesh ose shumë rrallë. Një nga gabimet më të mëdha është mungesa e ekuilibrit. Shumë rrallë, prostata nuk zbrazet mjaftueshëm, duke rritur ndjesinë e presionit dhe parehatim. Shumë shpesh, sidomos disa herë në ditë, mund të shkaktojë irritim, ndjeshmëri të shtuar dhe lodhje të sistemit nervor. Problemi nuk është masturbimi, por teprimi. Qelësi është ritmi i moderuar, që i përshtatet moshës, shëndetit dhe stilit të jetesës. Gabimi e R2, tensioni i tepruar gjatë aktit. Shumë meshkuj e shoqërojnë masturbimin me shtrëngim të fortë të muskujve, mbajtje fryme, presion të panevojshëm në zonën pelvike. Kjo krijon tension kronik në muskujt rreth prostatës, gjë që mund të përkeqësojë dhimbjen pelvike, urinimin e vështirë, ndjesinë e djegjes. Masturbimi duhet të jetë i qetë, pa stres dhe pa forcim. Gabimi e R3, mos respektimi i sinjaleve të trupit. Dhimbja, djegja, presioni ose parehatia nuk janë normale dhe nuk duhen injoruar. Shumë meshkuj vazhdojnë edhe kur trupi jep sinjale paralajmëruese, duke menduar se do kaloj vetë. Në fakt, kjo mund të përkeqësojë prostatitin, inflamacionin kronik, ndjeshmërinë nervore. Trupi flet, duhet vetëm ta dëgjosh. Në këtë pjesë do të hyjmë më thellë, sepse shumica e problemeve të prostatës nuk vijnë nga një akt i vetëm, por nga zakone të përsëritura gabim për vite me radhë. Këtu do të sqarojmë se disa meshkuj ndihen më keq pas masturbimit. Çfarë ndodh realisht brenda prostatës? Dhe si disa detaje të vogla,
bëjnë diferencë të madhe për shëndetin afatgjat. Gabimi e 4. Stimulimi artificial dhe varësia mendore. Një nga gabimet më të rrezikshme, për të cilin flitet pak, është stimulimi artificial i tepruar. Këtu nuk flasim vetëm për masturbimin, por për mënyrën se si bëhet. Shumë meshkuj sot përdorin stimulim vizual intensiv, nxitje të vazhdueshme dhe të shpejtë. Kërkojnë kulmin brenda pak minutash. Kjo krijon një reakcion jo natyral në trup. Çfarë ndodh në prostatë? Prostata detyrohet të kontraktohet shpejt dhe fort. Qarkullimi i gjakut bëhet i çrregullt. Lëngu prostatik nuk zbrazet plotësisht. Rritet irritimi i indeve. Me kalimin e kohës, kjo sjell ndjesi presioni pas ejakulimit. Parehati në perineum, zona mes anusit dhe testikujve. Urinim të çrregullt. Ulje të kënaqësisë seksuale. Problemi nuk është kënaqësia, por ritmi artificial që trupi nuk e përballon. Gabimi e 5. Masturbimi si shkarkim stresi. Shumë meshkuj e përdorin masturbimin si mënyrë për të ulur stresin, larguar ankthin, fjetur më shpejt. Në pamje të parë duket i padëmshëm, por kur masturbimi kthehet në mekanizëm emocional, krijon pasoja. Pse është problem për prostatën? Stresi rrit kortizolin, tensionon muskujt e pelvisit, ngushton enët e gjakut. Kur masturbimi bëhet në këtë gjendje, prostata nuk relaksohet. Muskujt mbeten të shtrënguar edhe pas aktit. Rritet inflamacioni i heshtur. Kjo është arsyeja pse disa meshkuj thonë, sa herë që masturboj, ndihem më i rënduar më pas. Kjo nuk është rastësi, por reagim fiziologjik. Çfarë është masturbimi i shëndetshëm për prostatën? Masturbimi i shëndetshëm nuk ka ndjenjë, nuk ka tension, nuk ka detyrim, nuk bëhet për të shuar diçka emocionale. Ai duhet të jetë i vetëdijshëm, në ritëm natyral. Në këtë formë ai ndihmon zbrazjen e prostatës, përmirëson qarkullimin e gjakut, ul presionin e brendshëm, ndihmon relaksimin e muskujve pelvik. Shenjat që prostata po reagon negativisht. Nëse pas masturbimit vëren, djegje gjatë urinimit, presion në fund të barkut, ndjesi shpimi ose rëndese, urinim të shpesht natën. Këto janë sinjale paralajmëruese. Trupi po të thotë se diçka nuk po bëhet siç duhet. Injorimi i këtyre shenjave është një nga arsyet kryesore pse prostatiti kthehet në kronik. Roli i frymarrjes dhe relaksimit. Pak meshkuj e din, por frymarrja ka rol kyç në shëndetin e prostatës. Gjatë masturbimit, mbajtja e frymës rrit presionin intraabdominal. Tensioni shkon direkt në zonën e prostatës, ndërsa frymarrja e thellë relakson muskujt, ndihmon zbrazjen e plot. Një prostatë e relaksuar është një prostatë më e shëndetshme. Mosha dhe ndryshimi i nevojave. Ajo që funksionon në moshën 20-30 vjeç nuk është e njëjtë pas të 40 ave apo 60 ave. Me moshën, prostata bëhet më e ndjeshme. Qarkullimi ngadalsohet. Koha e rikuperimit rritet. Prandaj zakonet duhet të përshtaten, jo të kopjohen nga rinia. Gabimi më i madh është të sillesh sikur trupi nuk ka ndryshuar. Lidhja mes prostatës dhe stilit të jetesës. Masturbimi nuk vepron i vetëm. Ai ndikohet nga ushqimi, aktiviteti fizik, qëndrimi ulur, uji që pi. Një mashkull që rri shumë ulur, pi pak ujë, ushqehet rënd, ka stres të vazhdueshëm, do të ketë probleme me prostatën pavarësisht mënyrës së masturbimit. Pra, gjithçka është zinxhir. E vërteta që pak e thonë, prostata nuk sëmuret pa pritur. Ajo dërgon shenja vite përpara, por shumica i injorojnë. Masturbimi mund të jetë mbrojtje ose përkeqësim. Varet vetëm nga sa shpesh dhe në çfarë gjendjeje e bën. Shpjeguan çfarë është prostata dhe cilat gabime e dëmtojnë. Tani vjen pjesa më praktike. Si ta përdorësh masturbimin në favor të prostatës dhe jo kundër saj. Kjo është pika ku shumica e meshkujve gabojnë, sepse nuk ka mësuar askush të flasë për ritëm, kohë dhe sinjale trupore. Sa shpesh është normale dhe e shëndetshme. Nuk ekziston një numër magjik që vlen për të gjithë.
Prostata reagon ndryshe sipas moshës, gjendjes shëndetësore, nivelit të stresit, aktivitetit fizik. Megjithatë, mjekët bien dakord për parime të përgjithshme. Sipas moshës, 20-35 vjeç, prostata është elastike dhe rikuperohet shpejt. Frekuenca e moderuar zakonisht nuk krijon probleme, por edhe këtu teprimi dëmton. 35-50 vjeç. Kjo është mosha ku fillojnë problemet e heshtura. Prostata ka nevojë për zbrazje të rregullt, por jo të shpesht. Ekuilibri bëhet kyç. 50 vjeç. Prostata bëhet më e ndjeshme. Masturbimi duhet të jetë më i rrallë, më i qetë, më i vetëdijshëm. Në këtë moshë, cilësia ka shumë më tepër rëndësi se sasia. Gabimi i madh, masturbimi pa dëshirë reale. Një gabim shumë i përhapur është masturbimi nga zakoni, nga mërzia, nga stresi, pa dëshirë seksuale të vërtet. Kur trupi nuk është gati, prostata nuk relaksohet, zbrazja nuk është e plot, mbetet ndjesi presioni. Kjo është një nga arsyet kryesore të prostatitit funksional, dhimbjeve pa shkak të qartë, parehatisë kronike. Masturbimi duhet të vijë nga dëshira natyrale, jo nga detyrimi. Koha e gabuar, kur nuk duhet bërë kurrë. Ka momente kur masturbimi mund të jetë armik i prostatës, kur je shumë i stresuar, kur je i lodhur ekstremisht, kur ke infeksion urinar, kur ke djegje ose dhimbje, menjëherë pas alkoolit. Në këto gjendje, prostata është e irrituar, enët e gjakut janë të ngushtuara, muskujt janë të tensionuar. Rezultati, më shumë inflamacion, jo lehtësim. Çfarë duhet shmangur para dhe pas masturbimit para? Alkool, ushqimin shumë të rënd, kafein në sasi të madhe, qëndrimin ulur për orë të tëra. Pas, të mbash urinën, të ulesh menjëherë për shumë kohë, të ftohesh, të injorosh ndjesit e trupit. Ideale është të pish ujë, të lëvizësh lehtë, të marrësh frymë thellë. Kjo ndihmon prostatën të rikthehet në gjendje normale. Roli i ujit dhe hidratimit. Pak meshkuj e lidhin ujin me prostatën, por lidhja është direkte. Kur pi pak ujë, urina bëhet më e përqendruar. Irriton uretrën dhe prostatën. Rrit djegjen. Një prostat e shëndetshme ka nevojë për urinim të rregullt, zbrazje të butë, qarkullim të mirë. Uji është mbrojtje natyrale, jo detaj i vogël. Ushqimet që e ndihmojnë prostatën dhe e bëjnë masturbimin më të sigurt. Disa ushqime ulin inflamacionin dhe ndihmojnë funksionimin normal të prostatës. Domatet, likopen, farat e kungullit, arat, peshku i yndyrshëm, perimet jeshile, ndërsa këto e përkeqësojnë. Ushqimet e skuqura, sheqeri i tepërt, alkooli, mishi i përpunuar. Nuk ka masturbim të shëndetshëm në një trup të ushqyer keq. Sinjalet që prostata po përmirësohet. Kur zakonet janë të drejta, trupi reagon shpejt. Urinim më i lehtë, më pak zgjime natën, ndjesi lehtësimi pas ejakulimit, më pak presion pelvik, energji më e qëndrueshme. Këto janë shenja që je në rrugën e duhur. E vërteta përfundimtare. Prostata nuk ka nevojë për ekstreme. Ajo ka nevojë për qetësi, ritëm, vetëdije. Masturbimi nuk është armik, por as zgjidhje magjike. Ai është mjet dhe çdo mjet ndihmon nëse përdoret saktë, dëmton nëse keq përdoret. Tani do të hyjmë te gabimet që mund ta dëmtojnë seriozisht prostatën, veçanërisht pas të 50-ave, dhe strategjitë për ta mbrojtur atë. Gabimi e rëgjasht, ignorimi i simptomave të hershme. Shumë meshkuj ndjejnë presion në fund të barkut, djegje gjatë urinimit, urinim të shpesht natën, dhe mendojnë se është normale me moshën. Ky është gabimi më i madh. Ignorimi i simptomave çon tek prostatiti kronik, zmadhimi i dhimbshëm, ulje e dëshirës seksuale, infeksione të përsëritura urinare. Qelsi, dëgjo trupin, mos e injoro presionin ose dhimbjen. Gabimi e rështat, stresi kronik dhe mungesa e pushimit. Prostata reagon jo vetëm ndaj zakoneve fizike, por edhe ndaj gjendjes emocionale. Stresi kronik tensionon muskujt pelvik,
Zvoglon qarkullimin e gjakut. Rrit inflamacion. Kur kombinohet me masturbim të shpejt ose të detyruar, efekti është dëm i trefisht. Tension fizik, tension emocional, inflamacion i vazhdueshëm. Strategjia: kombinim relaksimi, frymëmarrje e thellë, aktivitet fizik. Gabimi e rëtet, nxitimi dhe ejakulimi i detyruar. Shumë meshkuj, sidomos pas 50 vjeç, e ndjen nevojën për të shkarkuar çdo ditë, shpesh në mënyrë të nxitshme. Pasojat: prostat që nuk zbrazet plotësisht, ndjesi rëndese ose presioni pas aktit, mundësi e rritur për infeksione të përsëritura. Zgjidhja: masturbimi qetë, me ritëm natyral dhe pa detyrim. Gabimi e rënënt, mos aktiviteti fizik. Mosha 50, kërkon kujdes të veçantë për qarkullimin e gjakut. Ulja për orë të gjata rrit presionin në zonën pelvike. Dobësia e muskujve rrit tensionin në prostatë. Inflamacioni bëhet kronik. Strategjia: ecje, ushtrime pelvike dhe të muskujve të barkut për të ruajtur prostatën të shëndetshme. Gabimi e rrëdhjet, mungesa e higjienës dhe infeksionet e pazbuluara. Infeksionet urinare, edhe pse të vogla, mund të shkaktojnë prostatit akut, inflamacion kronik, dhimbje të vazhdueshme. Kujdesi për higjienën, uji mjaftueshëm dhe vizitat mjekësore periodike janë çelësi për parandalimin e problemeve serioze. Si ta mbrosh prostatën pas 50 vjeç? Masturbimi moderuar dhe i vetëdijshëm, jo të detyruar, jo të shpejt. Frymëmarrje dhe relaksim, çdo akt të shoqërohet me qetësi. Hidratimi mjaftueshëm, 2-3 litra ujë në ditë. Ushqim i pasur me antioksidant, domate, perime jeshile, arrat, peshk i yndyrshëm. Aktivitet fizik i rregullt, ecje, gjimnastik pelvike, yoga ose pilates. Kontroll mjekësor periodik, PS. Vizita urologjike çdo vit pas 50. Menaxhimi i stresit, meditimi, frymëmarrje, hobi relaksues. Shënime praktike. Një prostatë e shëndetshme nuk duhet të jetë burim shqetësimi. Masturbimi nuk e dëmton prostatën, përkundrazi, kur bëhet siç duhet, është mbrojtje natyrale. Çdo dhimbje, djegje, presion ose ndjesi të pazakont nuk duhet injorosh. Udhëzues 7 ditor për të mbrojtur prostatën. Masturbimi, ushqimi, lëvizja dhe relaksimi. Pas 50 vjeç, shëndeti i prostatës kërkon një kombinim të menaxhimit të zakoneve seksuale, aktivitetit fizik, ushqimit dhe relaksimit. Ky plan 7 ditor është praktik, i lehtë për të ndjekur dhe fokuson masturbimin e shëndetshëm si pjesë të mbrojtjes natyrale të prostatës. Dita 1. Vlerësimi i rutinës personale. Shkruaj një ditar të aktiviteteve të tua. Frekuenca e masturbimit, ushqimi, aktiviteti fizik dhe gjendja emocionale. Vlerëso simptomat, urinim i shpesht, djegje, presion. Qëllimi: të kuptosh se ku duhet përmirësuar rutina. Dita 2. Masturbimi i vetëdijshëm. Në vend të nxituar, dediko një kohë të qetë për masturbim. Përdor frymëmarrje të thellë për relaksim. Synimi: zbrazje e plotë e prostatës pa tension ose dhimbje. Frekuenca: 2-4 herë në javë, sipas dëshirës natyrale. Dita 3. Ushqimi që mbron prostatën. Përfshi domate, likopen, farat e kungullit, arrat, peshk të yndyrshëm dhe perime jeshile. Shmang ushqime të skuqura, alkool, sheqer dhe mish të përpunuar. Qëllimi: ul inflamacionin dhe mbështet funksionin normal të prostatës. Dita 4. Aktiviteti fizik. Ecje 20-30 minuta ose gjimnastik e lehtë pelvike. Ushtrimet Kegel për muskujt e pelvisit. Kontrakto 5 sekonda dhe relakso, 10-15 herë, 2-3 herë në ditë. Qëllimi: përmirësimi i qarkullimit të gjakut dhe reduktimi i tensionit në zonën pelvike. Dita 5. Menaxhimi i stresit. Dediko 15-20 minuta për frymëmarrje të thellë, meditim ose hobi relaksues. Parandalon tensionin kronik që ndikon negativisht në prostatë. Qëllimi: kombinim i relaksimit me një rutinë të shëndetshme të masturbimit. Dita 6. Hidratimi dhe eliminimi i toksinave. Pi 2-3 litra ujë gjatë ditës. Shmang pijet me shumë kafeinë dhe alkoolin e tepërt. Qëllimi: urinim i rregullt dhe lehtësim i presionit të prostatës. Dita 7. Kontroll dhe përshtatje. Reflekto mbi javën që kaloi. Si ndihesh fizikisht dhe emocionalisht. Nëse ke dhimbje, djegje ose presion të vazhdueshëm, planifiko vizitë tek urologu. Qëllimi:
përshtat planin në bazë të reagimit të trupit dhe mbaj rutinën e shëndetshme. Këshilla praktike e shtesë. Masturbimi si mbrojtje, jo si detyrim. Çdo akt të shoqërosh me qetësi. Nuk ka ekstreme. Frekuenca dhe ritmi i moderuar janë çelësi. Dëgjo trupin, djegja, presioni ose dhimbja nuk duhet injoruar. Ushqimi dhe uji janë aleatët kryesor të prostatës. Lëvizja dhe ushtrimet pelvike mbajnë zonën e prostatës të shëndetshme. Me këtë plan 7 ditor, masturbimi bëhet një aleat i prostatës, jo armik. Kombino rutinën e shëndetshme me ushqim, aktivitet dhe relaksim, dhe prostata do të qëndrojë e shëndetshme edhe pas 50 vjeç.